Po hiqet rrethimi historik i godinës së presidencës. Ky ka qenë alarmi i ngritur nga Forumi për mbrojtjen e trashëgimisë mes ditën e së shtunës, ndërsa në sfond dukej ndërhyrja që po bëhen në rrethimin e kësaj godine. Dy përfaqësues të forumit, Artan Shkreli dhe Artan Lame, folën për atë që është shkatërrimi, një rrethimi historik. Është i viteve 50, është nga më të bukurit me shtiza të larta, është pjesë integrante e objektit dhe pjesë e arkitekturës së këtij objekti, i cili që në projektin fillestar është paraqitur si një rrethim dekorativ me vlera të larta dhe estetike, dhe presidenti tani nuk besoi që e di, sepse ai duhet ruaj kushtetutën dhe ligjin, që po shkatërrohet. Qofse do duhej hequr rrethimi për ndonjë arsye të mos arsyes, duhet drejtuar institucioneve konkrete, që është Instituti i Monumenteve të Kulturës, i cili e ka në mbrojtje aksin e bulevardit dhe ka në mbrojtje dhe çdo pjesë përbërëse të arkitekturës jashtme të godinave që përbëjnë këtë ansambël. Menjëherë pas kësaj dalje publike, reagon institucioni i presidentit. E në njoftimin zyrtar i cilëson të pavenda dhe spekulime këto deklarata publike. Në njoftim theksohet, lidhur me veprimet që po kryen për sistemimin e një pjese të rrethimit të godinës së presidencës, me përgjegjësi institucionale që artësojnë për publikun se nuk parashikohet heqja e rrethimit të godinës. Godina, monument kulture i kategorisë së dytë, shpallur ligjërisht e tillë në vitin 2007 deri më sot me pamje të jashtme të bunkerizuar dhe estetike, rrethohet me kangjëlla metalike me probleme evidente të gërryerjes. Në njoftim shkruhet mëtej, presidenti i Republikës i habitur dhe i lënduar skajshëm me nostalgjizmin sovjetik të kritizerëve siguron se gjatë këtyre punimeve restauruese, në asnjë fragment dhe për asnjë çast nuk është fjala për një tjetërsim estetik dhe asnjë prekje trashëgimie, të shprehë qartjen e thellë njerëzore dhe institucionale për këtë sulm politik të radhës, por denoncimi publik i forumit shkon edhe mëtej. Godina e presidencës bashkë me parkun e saj bën pjesë në zonën monumentale të shpallur monument kulture të qendrës Tiranës. Në momentin aktual, i gjithë rrethimi origjinal i presidencës, siç e shikoni, po sharrohet dhe po hidhet në tokë. I fundmi rrethim historik të themi në qendrën e Tiranës pas shkatrimit që u bë vjet, rrethimit të parkut të brigadave, i fundmi që kishte mbetur edhe ky po i morën masat dhe ja dolën ta shkatrojnë. Antarët e forumit kërkojnë me forcë të ndalet heqja e rrethimit të godinës së presidencës, duke theksuar se është pjesë e arkitekturës monumentale të godinës dhe për këtë arsye nuk duhet të preket.